Po më thoje që bën batuta me filma shqiptar. Pa fund. E po sa interesante më duket. Kam njohur shumë njerëz që i njohin shumë mirë filmat shqiptar, i kanë parë ndoshta të gjithë, dhe i njohin edhe batutat, po që batutat e filmave shqiptar ti kenë si mënyrë komunikimi, nuk besoj që kam njohur. Unë me këtë shokun tim të ngushtë, domethënë Giulianon, e kemi zbuluar këtë që në fillimet e akademisë, që në universitet, domethënë që kemi qenë në një kurs bashkë edhe na ka shoqëruar gjithmonë. Është shumë argëtim. Edhe gjithmonë njerëzit që janë rreth e përqak nesh thonë, "Ha, më filluat ju me këto filma, sa mirë njihni më bë." E bëra këtë batutën, unë s'e kap ti them unë. Domethënë ti je për të punuar në emision investigativ. Se ti i njeh batutat e filmave për montazh. Po. Për të bërë ato batutat. Shumë interesante. Kush më dëgjon? Po mirë, si mund të komunikosh me batuta filmash? Domethënë konkretisht për shembull, nuk e di. Po komunikon mëse mund të jetë një, shiko, ato lindin edhe kot, Domethënë ti takohesh dhe i thua një batutë. O Astrid them unë, ku je? Kjo është një batutë filmi për shembull. Unë me atë djalin kur e takohesh, se kur e marr telefonin dhe më Astrid. Edhe ai më kthen ku je. Është një film shqiptar kjo batutë. Çuni. Po, çuni. Te cili film është ky? Më fal se unë nuk i njoh shumë. Është tek filmi me atë Xhevdet Ferrin. Po. Me Adnan Kodrën, me ato që blen ai se harrova tash. Ja, më kapën një kështu. Të kapa. Po ta përshkruaje këtë situatën tonë këtu, jemi në podcast dhe gjej një batut filmi. Po. 3 veta ka përcen malin, do thojë unë. Dajti. E bukur. Dajtin, po. E bukur, shumë e bukur. Po është mënyrë komunikimi shumë për të qeshur, domethënë kemi pasur shumë të këndshme këtë situatën gjithmonë kur bënim këto batutat. Po për të vazhduar tek ajo, domethënë edhe pse i njihja filma shqiptar, nuk kisha ndonjëherë mendimin që do bëhesh aktor ose regjisor. Ore, me gjëra fjala, pse nuk e bëni në formë reels ashtu këtë me këtë shokun tuaj? Ja, pra një ide që mund t'ju bëj viral. Po mos e thuaj se John Hasmi. Po jo, Hasmi mund ta dëgjoj, po puna është që Hasmi asnjëherë nuk i di batutat si unë dhe Giuliano. S'di batutat e filmave, është e thjeshtë, kështu që ke kështu armiq. Ke ndjerë ndonjëherë armiqësira. Për filmat? Apo për profesionin gjëra të tilla. Kështu haptazi asnjëherë. Madje mund të kem. Ne i shikim vëngër e ke parë. Jo, mund të ketë, po unë s'kam rastisur që ta shoh që pa kështu. Ai po mirë. Po ndihet ajo. Po patjetër, energji ka gjithmonë. Për shembull si unë dhe Egoni bëm elektricitet, ishte energji. Shiko, në profesionin ton ka gjithmonë kështu. Është ajo që ti del në sken për shembull, ai që është po pret të dali, thotë, u fut ky, si e bëri të batutën, Ka ndodhur ndonjëherë që të jesh në sken, të kesh pasur dialog me një koleg që shkon shumë mirë. S'ka koleg që unë nuk shkoj shumë mirë. Okej, shkon shumë mirë. Po. Ama kam qenë Ç'është një horoskopi e? Peshk. Peshk. Normalisht. Janë shumë të mirë, s'ke që bët. Po kam qenë prezent kur është futur dikush tjetër dhe dikush tjetër ka thënë diçka për atë tjetër. Po. Edhe ti aty e kupton që e njëjta gjë. Ti largohesh, shkon përqendrohesh çik për rolin që do bësh, që do futesh pak më. Se kështu ndodh, e kupton, nëse dikush flet për dikë tjetër në praninë tënde, të njëjtën gjë mund ta bëj për ty. Po patjetër. Ore, ama duhet i bësh kështu veshë të shurt. Po patjetër, çfarë do bësh? Po nuk ke koleg me të cilët nuk flet dhe flisni vetëm në rol. Se kam dëgjuar të raste të tilla, po, mbase është normale të shihet ndodhin. Mund të më ketë ndodhur me njerëz që papritur nuk më kanë folur në rrugë. Po. Dielli i fortë atë ditë. Me syze, të syzet janë të errta ndonjëherë, po nuk është se më shqetëson shumë. Mirë, kjo ka se kanë qenë xhelozira idiote. Po s'kan qenë konflikte në këtë sens. Jo, me asnjë konflikt, me asnjë njeri drejt për drejt, e kupton? Do të thënë, thjesht hatërmbetje pse unë bëra diçka dhe ai se bëri. Ose pse unë mora diçka dhe ai se mori, kur pse se ishim konkurrencë, e kupton? Po këto unë si kuptoj ndonjëherë se nuk arriti ti kuptoj pse ndodhin këto gjëra, po nga një anë edhe i kuptoj se profesioni jonë është dukje. Pra ti dukesh para 400 njerëzve, minimalisht në një sallë teatri, dhe ai është pse duket ai, ose pse i merr ai ato duartrokitjet, ose pse e merr ai atë rolin, se s'e marr unë. Por që unë mendoj që e kam pasur gjithmonë në mendjen time dhe në praktikën time këtë, gjithmonë dikujt, sidomos në aktorëve, ju jepet mundësia një herë.
Gjithmonë. Nuk ka asnjë aktor ose një njeri që thuash që nuk ja kanë dhënë dikujt një mundësi, nuk ja dhanë atë mundësinë. Çështja është sa e merr ti atë mundësinë, sa e afron dhe sa e mban fort brenda teje atë mundësinë, sa e shfrytëzon. Ose nëse e shfrytëzon atë mundësinë, si e shfrytëzon? Pra ty të jepet mundësia dhe ti shkon lart apo shkon poshtë. Je i kënaqur me rolet që ke marrë deri tani? Jam i kënaqur. Jam shumë i kënaqur, jam i vlerësuar, ndihem i vlerësuar, nuk po them që gjithmonë jam ndier i vlerësuar, po un kam diçka, domethënë përpiqem të luaj shumë, nuk e di, më duket sikur nëse nuk luaj, trishtohem. Çdo të thotë kjo. Nuk e di, nuk më pëlqen të rri, e kupton, nëse shoh një shfaqje dhe unë nuk jam. Të rish është vdekjeprurse realisht. Pikërisht. Më në kuptim se nuk e kuptova. Të rish pa bërë diçka, pa bërë atë që ti e do edhe ke trishtohet, më ti shikon një shfaqje dhe nuk jeti aty. Është shfaqje shumë e mirë. Thua, doja të isha edhe unë këtu. Okej. Po si, ajo zvaret vetëm nga ty o burr? Sigurisht e zvaret nga unë, po dëshira ti thua, unë doja ta bëja atë rolin. Sigurisht e zvaret, dhe unë nuk është se shkoj i them regjisorit që pse s'më morë. Po. E kupton? Pavarësisht edhe kur më marrin shumë, them more boll më morët se edhe lodhje, është edhe konsum. Konsum imazhi. Është edhe kleç kjo. Është edhe kleç kjo gjëja se ti unë i bëj vetes pyetjen shumë herë që okay, po luaj në shumë shfaqje, po është diçka e mirë apo është diçka jo e mirë? Kam përshtypjen ka edhe anën e vet negative, sepse ndonjëherë për një aktor, dhe kjo ka ndodhur në shumë raste, është e nevojshme që të bëj një rol, me ato të bëj një boom, dhe njerëzit gjithmonë çfarë do lloj shfaqje të bëj. Zakonisht në kinematografi do ishte pak më prezente si gjë, po prap do të identifikojnë me ato që ti ke bërë dhe në një lloj forme ka shokuar publikun. Mbase kjo mund të jetë dilema. Po, edhe kjo qëndron, po dilema ime domethënë është apo bëj mirë që po luaj shumë, apo është publiku i kënaqur që un jam në çdo projekt, apo thot publiku, prap po luan ky. Pra, domethënë un jam i kënaqur që jam në të gjitha shfaqjet edhe bëj mirë, apo është mirë të bëj vetëm një shfaqje në vit edhe të mos luaj në shfaqjet e tjera. Domethënë është një gjë që unë akoma nuk e edhe i pyes njerëz, si mendon ti? Apo bëj unë mirë që po bëj këtë gjë, apo është mirë kjo që bëj unë? Dhe nuk arritja gjej përgjigjen. Se në fund duhet kuptojmë edhe ku jetojmë, ëh. Domethënë ne jetojmë në Shqipëri, nuk është se ne jemi vipat më të mëdhenj. Po shiko, unë mendoj që po të ma bëje mua këtë pyetje, do të thoja që bën mirë që luan në çdo shfaqje. Nëse për ty kjo nuk është e lodhshme, pra nëse ti je okay, e përballon me lodhjen, me ngarkesën, pse jo? Shumë mirë bën që luan çdo shfaqje. Pse? Një mendim tjetër pra. Pse ti për shembull, shiko, Shqipëria është një vend që ne e kuptojmë si funksionon, funksionon me të dukur. Pra duhet dukesh, ti je sa më shumë publik, i pranishëm. Në teatr është ajo që diskutuam më lart, domethënë nuk është se dukesh shumë, po i qëndron patjetër, qëndron. Nuk është se dukesh shumë. Për ata që e njohin teatrin dhe duan teatrin, patjetër që po. Së pari për ata, po së dyti dhe për ata që mund të jenë pak më të distancuar nga teatri, rritet probabiliteti që do të shohin, se një herë do vinë ata e zëm në vit dhe do qellojnë që do jesh ti në atë herë, e kupton? Vërtet, po. Ke pasur ti një rol që të ka mbetur peng? Që se kam bërë? Nuk po them rol, nuk do them rol, po mund të them ka pasur shfaqje, po, ka pasur. Po, një titullin e shfaqjes apo? Po, mund të them ka qenë shfaqja Edmond. Okej. Që kam dashur të jem për shkak të asaj përqasjes që kishte në publik, domethënë ka qenë shfaqja çdo natë e shitur, ka pasur një atmosferë shumë të mirë. Edhe kam dashur të jem, kam dashur të jem te shfaqja. Ka qenë shfaqja Edmond me regjisorët Indrit Çobani dhe Andja Xhunga. Domethënë ka qenë një nga shfaqjet që do më pëlqente të isha. Mund të ketë pasur edhe të tjera tani, po nuk është se pa ajo të erdhi për momentin. Po, ajo më erdhi sepse e mbaj mend gjithmonë që ndodhi diçka, domethënë që unë nuk arrita të isha, se edhe mund të isha, domethënë, po bëra diçka tjetër për edhe lash atë. Edhe nuk isha. Më thënë, bëra një film, bëra Shkëlqimin dhe Rënë e Shokut Zylo në 2021 edhe nuk arrita të jem aty, bëra filmin. Po, nuk është se pendohem, se edhe filmi ishte një eksperiencë shumë e bukur, po do doja të isha edhe aty për shkak të gjës bukur që ndodhte aty.
Interesante. Është ajo. Po tani ose në njërën ose në tjetrën. Se tash Mund të jetë të dyja. edhe kadaif edhe baklava s'ka këtu. Ska, edhe një dorë në kadaif, një dorë në baklava s'bëhet. Se vele shumë. Po të shifja unazat. Po. Ka ndonjë kuptim apo janë thjesht zgjedhje estetike? Jo, unazat janë një kështu dashurie ime, më pëlqejnë. Nuk kam se kam edhe nga kjo dora tjetër. Okej, kjo është gur me ndonjë Kjo? kuptim? Jo, kjo bluja këtu. Kjo bluja jo, e kam bler në Pogredet. Okej. Jo, po janë ka ca gura që lidhen me energjinë e gjëra të tilla. Jo, unë nuk kam nga këto lloj që po vë këtë gurin se ka energji, mua thjesht më pëlqejnë unazat në gishta. Kam shumë njerëz që më thonë, hiqi këto unazat i bër me këto unaza. Unë nuk Të i kam heq. vënë në re, në fakt, se unë nuk fokusohem shumë te duart kur shoh teatrin, edhe është çik vështirë. Jo, po në teatr nuk i mbaj. Okej, e pra këtë do të. Jo, të lutem mos. Unë nuk mbaj asgjë, domethënë unë shkarkohem kur jam në teatr, i heq çdo gjë, edhe orën e heq, edhe unazat, nuk mbaj unazat në teatr. Jo, se nuk i bie që jam unë pastaj. Pikërisht. Jo, nuk ka. Si ja bëni ju aktorët për të ndruar aq shpejt? Pra, kur kalon. Heqim nxit e ullirit. Ma tregoj një çik. Asgjë, delti nga skena dhe aty jashtë është ajo zonja që merret me garderobën dhe të ndihmon ajo. Ti çatrafillosesh aty, domethënë, i hedh rrobat kështu, i hedh andej, i hedh këtej. Sigurisht ndihmon edhe kolegu që është në skenë, domethënë për ta mbajtur edhe skenën, ndoshta për ta zgjatur pak derisa ti të bëhesh gati, po është një gjë që llogaritet me provat ajo. Domethënë ti e di se sa do të haj koha për tu ndruar, edhe ajo nuk çmësohet më. Është mësuar në prova dhe gjatë shfaqjeve është shumë organike, ndodh shumë në mënyrë organike. Për shembull tek shfaqja Si ta doni, unë me koleget e mia Luli Bitrin dhe Elia Zaharia ndroheshim mbas skene. Domethënë visheshim ndryshe në skenën pasardhëse dhe gjatë skenës ishin dy kolegët tanë që bënin skenën e tyre. Dhe ne dinim që gjatë asaj skene do na merrte X kohë, domethënë për të ndruar. Po është një gjë që tashmë është mësuar, nuk na bën përshtypje. Ka ndodhur ndonjë incident me veshjet në skenë? Më ka ndodhur një herë s'kam arritur të vishem tamam. Çfarë të vesh? Jo, s'se kam harruar, për shembull, se kam mbërthyer mirë këmishën ose s'kam ngritur zinxhirin e pantallonave. Po e bën kështu, bën sikur e bën gjatë kohës që je në skenë, mbulohesh një çik kështu, e mbërthen gjatë kohës që je në skenë, po më ka ndodhur. Po janë pastaj improvizimi Po, hyn në lojë. improvizimi është gjëja më e bukur në të njëjtën kohë dhe më e frikshme. Se mund të nxjerr keq në ndonjë Po moment. sigurisht se varet se si reagon. Nëse shkon mirë, okay, po kur shkon keq pastaj është Po problem. si mund t'ia vjedhësh vëmendjen publikut në ato momente kur ti je duke improvizuar? Që mos fokusohet tek çfarë po përpiqesh të mbulosh. Është një gjë që nuk e bën dot me plan. Okay. Po ka një kthim kurrizi ose diçka mund të jetë, kjo është gjëja më e thjeshtë që mendova, po është e gjen aty për aty, domethënë nuk është me plan. Nëse siç jemi gjithë kur kemi një gjë kur jemi në hall, domethënë, gjejmë mënyrën e më të shpejt për ta ndrejtur gabimin dhe është një gjë që se thua dot me plan, nuk e bën dot me plan. Interesante.